Kryeministri Edi Rama mori pjesë në aktivitetin me fermerët në Shqipërinë në 2030 së bashku me ministrin e bujqësisë Andi Salla, ku prezantuan mekanizmat praktike me qëllim përmbushjen e reformave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Rama tha se integrimi në BE do të jetë një e mirë për të gjithë ata fermerë të cilët janë të përgatitur për trekun evropian dhe një sfidë e pamundur për ata që nuk janë gati. Kryeministri Rama theksoi rritjen e numrit të fermerëve që sot marrin mbështetje nga shteti, si dhe uljen e numrit të deficitit në eksporte. Kontrata për bujqësinë është, ose pjesa e kontratës që lidhet me bujqësinë është më e vështira, siç ka treguar në eksperjenca e vendeve të tjera, ashtu sikundër është dhe më e mirëpritura për ata që janë të përgatitur për të përballur me kushtet, për të përballur me standardet, për të përballur me kontrollet që burojnë nga cilësia shumë e lartë e sigurisë dhe e produkteve kur vjen puna për të qenë lojtar në tregun e Bashkuar Evropian. Por unë besoj shumë tek ju dhe besoj shumë tek gjithë ata që në kushtet absolutisht të pakrahasueshme me sot. Një dekadë më parë ishin aty tek toka edhe përballeshin me një sfidë mbijetese të jashtëzakonshme. Kush e ka kaluar atë sfidë, kam shumë besim se do të kalojë dhe këtë sfidë. Janë të natyre ndryshme, por në thelb kanë të bëjnë me vullnetin për të bërë sukses. Sepse aso kohë bujqësia shqiptare ishte një sektor i braktisur totalisht. Një dekadë pak më parë. Numri i fermerëve që merrnin një mbështetje simbolike nga shteti ishte 5.600. Sot është 67.500. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla prezantoi vizionin dhe hapat konkrete të transformimit të sektorit bujqësor dhe rural në kuadër të procesit të integrimit evropian. Ministri theksoi gjithashtu rëndësinë e përmbushjes së standardeve të cilësisë dhe tregtimit, duke paralajmëruar një paketë ligjore, proces komunikimi dhe trajnimi për prodhuesit dhe operatorët e tregut. Sipas tij, organizimi i fermerëve në grupe prodhuesish mbetet elementi kyç për të kapërcyer ekonominë e shkallës dhe për të përfituar në mënyrë efektive fondet europiane.